Sot do të takohemi pranë jush me rrëfimin e një djalit i quajtur Ardi, i cili në fakt më ka besuar dhe rrëfen historinë e jetës së tij. Unë e falenderoj shumë, është një guxim shumë i madh. Do të flasim për një tradhti në vendin e punës. Unë quhem Ardi dhe sot dua të ndaj me ju historinë më të rëndë të jetës sime. Një histori që më ndryshoi përgjithmonë. Nuk është e lehtë ta tregoj, sepse përfshin një nga gabimet më të mëdha që mund të bëjë një njeri. E tradhtova vajzën, gruan që më deshi më shumë se kushdo tjetër. Ne ishim bashkë për më shumë se 5 vite. Ajo ishte gjithçka që mund të kërkoja. E qetë, e dashur, e duruar. Ishte një njeri që të mësonte çfarë do të thotë dashuria e vërtetë, ndërsa unë isha njeriu që nuk e kuptova këtë, derisa ishte shumë vonë për mua që unë ta kuptoja. Kur e njoha gruan, ishte në një periudhë të vështirë të jetës. Kisha humbur besimin tek njerëzit edhe tek marrëdhëniet. Ajo erdhi si një dritë, nuk kërkonte shumë, vetëm sinqeritet. Më mbështeti në gjithçka, në punë, në pasiguritë e mia, madje edhe në momentet kur nuk e meritova unë. Ne ndanim ëndrat për të ardhmen. Flisnim për një shtëpi tonën, për fëmijë, për një jetë të thjeshtë, por me dashuri të madhe. Dhe unë isha i bindur se ajo ishte personi me të cilin do të plakesha unë. Por jeta, edhe ndoshta dobësia ime, e ndryshoi gjithçka në jetë. Në punë, në departamentin tim, erdhi një kolege e re e quajtur, nuk dua t'ja përmend emrin sepse unë e kam emrin këtu, po s'dua të bëjmë problem. Ishte e zgjuar, ishte karizmatike, gjithmonë me një energji që të tërhiqte. Në fillim ishte thjesht kolegialitet. Punonim bashkë në projekte, shpesh qëndronim vonë që të dy në zyrë. Por me kalimin e kohës, filluam të flisnim për gjëra personale, për jetën, për ëndrat, edhe për problemet. Në atë kohë marrëdhënia ime me gruan kishte hyrë në një fazë të ftohtë. Unë isha më i zënë, ajo ndjente distancën. Në vend që të flisja me të, zgjodha rrugën më të lehtë, t'ju ikja bisedave. E aty, në atë boshllëk, u fut krejtësisht dikush tjetër. Një mbrëmje pas një dite të gjatë në punë, unë dhe Elira mbetëm vetëm në zyrë. Bisedat u bën më personale, më të afërta, dhe në një moment dobësie ndodhi ajo që nuk duhej në fakt të kishte ndodhur më herët. Nuk po justifikohem, ishte një zgjedhje e imja e gabuar, do të them. Në atë moment nuk mendova fare për gruan, për gjithçka që ajo kishte bërë për mua. Mendova vetëm për emocionin e çastit, për vëmendjen që unë po merja. Por më pas, kur dola nga zyra, ndjeva një boshllëk që nuk e kisha ndjerë kur më parë. Një ndjenjë neverie ndaj vetes time. Asgjë nuk mbetet e fshehtë për gjithmonë, ë? Pas disa javësh, gruaja ime e kuptoi të vërtetën. Nuk e di si, ndoshta e ndjeu, ndoshta pa diçka në telefonin tim. Por çuditërisht nuk bërtiti, nuk më shau, vetëm më pa në sy dhe më tha: "Unë nuk jam e zemëruar", tha. Unë jam e thyer dhe nuk e kupton çfarë ti ke humbur akoma. Ajo iku atë natë dhe që atëherë se kam parë më. Në fillim mendova se do të më kthehej, se do të më falte, por ditët u kthye në javë, javët u kthye në muaj, dhe unë kuptova se në fakt kjo ishte fundi i gjithçkaje që ne të dy kishim ndërtuar. Tani koha kalon, por fajet nuk zhduken asnjëherë. Çdo herë që kaloj në vendet ku ne shkonim bashkë, çdo këngë që dikur
e dëgjonim në makinë, më sjell mua kujtimet. Më vjen të bërtas, sepse kuptoj sa i verbër kam qenë. Tani çdo gjë që dikur kishte ngjyrë më duket gri. Në punë asgjë më nuk ka kuptim. Edhe ajo kolegja që unë e dashurova, që u pasionova pas saj, iku nga kompania pas pak muajsh. Dhe ajo lidhje s'pati kur kuptim. Ishte vetëm një mashtrim i momentit. Kam kuptuar se tradhtia nuk është vetëm një veprim, është një shkatërim shpirtëror. Jo vetëm i tjetrit, por edhe i vetes. Sepse që nga ajo ditë nuk e shoh më veten në pasqyrë me të njëjtin sy. Nëse dikush ma dëgjon këtë histori dhe e di që do të ma dëgjojnë, dhe ti personalisht ish gruaja ime, ndoshta je në një marrëdhënie, ndoshta ndjesh më e fortë, ndoshta dikush tjetër po të josh, ndalo dhe mendo për mua. Mos e bëj të njëjtin gabim që bëra unë. Mos e prish një dashuri të vërtet për një emocion të përkohshëm. Sepse një moment mund të shkatroj vite dashurie, besimi dhe kujtimesh. Unë vërtet të tradhtova, por në fund të tradhtova veten. Dhe sot, pendesa ime është vetëm shoqëri, edhe asgjë tjetër. Unë po vuaj dhe mendoj për ty. Do të dua gjatë gjithë jetën time. Me dhimbje dhe me shumë mall, unë dua të jem me ty. Çfarë do kisha bërë? Pas gjithë kësaj kohe kam kuptuar diçka që më ka mbetur në mendje si plagë e hapur. Dashuria e vërtet nuk të kërkon përsosmëri, por sinqeritet. Unë e dija që ti më doje me tmetat e mia, e dija që më doje me pasiguritë, me të gjithë gabimet e vogla që bëja unë çdo ditë, por ajo meritonte të paktën të isha unë i drejtë me të. Njeriu e kupton vlerën e dikujt vetëm kur nuk e ka më pranë, dhe ky është ndoshta dënimi më i madh që mund t'i japësh vetes. Ndonjëherë kur eci vetëm në rrugë, kur dikur shkonim bashk, më duket sikur e dëgjoj zërin e saj, një kujtim i qetë por i dhimbshëm. E imagjinoj sikur po më thot mos e haro çfarë humbe, që të mos e humbasësh përsëri te dikush tjetër. Këto fjalë më ndjekin çdo ditë dhe më kanë bërë njëri më të vetëdijshëm. Uroj me zemër që ta dëgjosh këtë histori edhe të më kthehesh.